Së pari, unë vetëm tregova se kur është afati i fundit. Kjo nuk do të thotë që seanca për qeverinë e re do të jetë me 26 tetor. Por 26 tetori është dita e mbramë kur mund të mbahet ajo. Sepse tash po numrojmë të poshtë. Përderisa më herët nuk numronim të poshtë, vetëm përpara, s'kishte afate për asgjë. Dhe prandaj unë jam tash muajin e 7 të vitit 5 të mandatit plot 4 vjeçar, tash po numrojmë të poshtë dhe vura theksin të 15 ditëshi, i cili përfundon me 26 tetor. Në momentin që ne konsiderojmë që komunikimi dhe bisedat kanë rezultuar të suksesshme, ne pavones nuk e presim 26 tetori, po 26 tetori është afati i mbrëmshëm. Sa i përket Mitrovicës, prej orës 10 të mëngjesit është propaganduar maksimalisht se si në komunën jugore të Mitrovicës po fiton kandidati i PDK-s pa balotazh dhe madje me fitore të thellë. Minimalisht për 16 pikë të përqindjes ka pasur huqje. Por këto huqje kanë qenë të njëjta nga disa burime dhe në të njëjtën komunë. Kjo do të thotë se ka diçka unike si për tyre, por i përket organeve të drejtësisë dhe të sigurisë që ta hetojnë e hulumtojnë këtë cenim të integritetit të shtetit, të sigurisë së shtetit, përveç se natyrisht të votës së lirë të qytetarëve dhe të zgjedhjeve demokratike. Komunikimi dhe bisedat që do të zhvillojnë janë ato të cilët do ta përcaktojnë përbërjen e shumicës së re në Kuvendin e Republikës që do ta votojë qeverinë Kurti 3. Tash për tash duhet t'ja lënë kohën komunikimeve dhe bisedave që do të zhvillohen dhe unë nuk mund të flas më shumë se kaq në këtë fazë. Mësimet në parem nuk mund të nxjerrim prej përshtypjeve fillestare. Mësimet do të mund të nxjerrim pas analizave gjithë përfshirëse dhe të hollësishme, të cilat do t'i bëjmë me njëherë, besoj që sot dhe nesër. Mirë po, në anën tjetër, du ta keni parasysh që lëvizja vetëvendosje ka shënuar rezultatin më të mirë ndonjëherë në nivelin lokal. Dhe kur nuk kemi qenë më të kundërshtuar e sulmuar se sa tani. Prandaj, me komunat ku qeverisim, edhe na konfirmohet pa balotazh fitoria, dhe me 11 komuna në të cilët do të jemi në balotazh shumë më tepër se sa në vitin 2021, edhe për nga madhësia atyre komunave, ne jemi për plot vetbesim kur themi që rezultati është shumë i mirë. Ndërkaq sa i përket kuvendit komunal të ardhshëm në Prishtinë, siç e ka thënë edhe kandidati ynë e kryetari i ardhshëm i kryeqytetit Hajrullah Qeku, do të ketë një larëshi të madhe në kuvendin komunal të Prishtinës. Pra kur nuk ka qenë kuvendi komunal i Prishtinës kaq i diversifikuar, sikurse që do të jetë nga kjo vjesht e në vijim. Por, mbase, ajo që ka mund të ketë ndikuar, është fakti që me partnerët tonë, Partinë Guxo dhe Partinë Alternativa, në kryeqytet kemi garuar ndarës. Dhe ka mundësi që ky garim ndarës ka pasur një çmim të këtillë. Kjo është një përshtypje fillestare e imja, e cila nuk do të merret si konkluzion i analizave të cilat do të bëhen sot të nesër nga lëvizja vetëvendosje. Urdhëronjë. Duke u bazuar kandidatit që i keni, ku mendoni se do fitoni Prishtina apo Mitrovicë? Edhe në Prishtinë, edhe në Mitrovicë dhe jo vetëm. Ku do të garojmë, do të synojmë të fitojmë dhe jemi përplot besim që balotazhi do të shënojë edhe një ngritje të radhës të vetëvendosjes në nivelin lokal.